Aktivitetet dedikuar filmit në kuadër të festivalit Ekrani i Artit u përmbyllën me ceremoninë e zhvilluar në Kinema Republika. Shfaqjes së filmit i parapriu një atmosferë e këndshme e përbërë nga një publik i përzier mes vendasve dhe të huajve. Por drejtoreshën artistike Tea Paci, rrugtimi i këtij edicioni ishte i suksesshëm. Sonte ceremonia e mbylljes, si po shihni atmosfera është elektrike, kanë qenë ditë të mrekullueshme. Kena pas publik njerëz, qyteti i Shkodrës na ka, me ta më njeh në këtë program me shumë gjana kënaqë, kena pas ekspozita, filma, edhe shumë faleminderit, janë shumë të kënaqur për si ka ecë edicion, edhe shpresojmë që edhe mbyllja do të jetë edhe më e mirë. Veç filmave të shfaqur, festivali shërbeu edhe si urlidhse mes artistëve dhe qytetarëve duke sjellë një frymë pozitive. Festivali që bën atë me ka të magji që mlidhen njerëzit, edhe njerëzit kur mlidhen normal që kanë kuriozitetin me zbulu një tjetër, me zbulu vendin. Për na them që festivali ka këtë frymë këtë mirë që krijon relacione midis njerëzve. Edhe kjo gjë e kam shumë në artistë ndërkombëtar që kena pasur që janë kënaqur në Shkodër, që kanë thënë sa bukur Shkodra, sa bukur qyteti, sa bukur atmosfera. Domethënë që i të momente janë shumë të rëndësishme edhe për Shkodrën që me rizbulu bukurinë e saj. Organizatorët falenderuan çdo njeri nga pjesëmarrësit që dhanë kontributin në mbarvajtjen e festivalit. Ceremonia përmbyllëse u pasua nga shfaqja e filmit Temore e regjisores Anka Gujabiste. Imazhe të lëvizshme, reflektime të thella dhe takime publike në hapësira që ndërthurin historinë me bashkëkohoren ishte ajo çfarë përjetoi Shkodra përgjatë ditëve të festivalit Ekrani i Artit. Kartolina nga Tjetërkund ishte tema e këtij viti. Edicioni 8 solli në Shkodër mbi 30 artistë dhe u shfaqën 40 premiera.